çfarë janë çrregullimet auditive? Çfarë përfshihet në to? Çrregullimet auditive ose ndryshe quhet humbja e dëgjimit. Humbjet e dëgjimit janë disa llojesh. Kemi të bëjmë me humbje konduktive të dëgjimit, të cilat janë humbje të përkohshme të dëgjimit, të cilat mund të vinë nga raste të ndryshme, siç janë probleme me veshjen e mesëm, bllokimi i kanaleve të veshit, probleme me daullën e veshit e të tjerë, sepse është pjesë mjekësore dhe mund të përmend vetëm pak. Kemi dhe humbjet sensoriale nervore të dëgjimit, të cilat janë të përhershme në 99% të rasteve. Nga se shkaktohen këto humbje sensoriale? Zakonisht këto humbjet mund të lindin bashkë me fëmijën. Mund të lindin bashkë me fëmijën, mund të jenë kongjenditale, do të thotë janë genetike, të cilat mund të jenë edhe të trashëgueshme dhe në rastin tonë, domethënë në eksperiencën e punës time kam shumë raste, të cilët kanë pasur prindrit dhe vazhdojnë të vinë dhe fëmijët pranë qendrës tonë. Këto janë gjenetike, trashëgueshme, siç e dim domethënë. Raste të tjera janë edhe nga përdorimi i antibiotikëve të nënës gjatë shtatzanisë, infeksioneve të ndryshme gjatë shtatzanisë dhe pas lindjes së fëmijës. Ka raste që këto ndodhin edhe nga përdorimi i drograve gjatë shtatzanisë së nënës, nga përdorimi i antibiotikëve të fëmisë mbas lindjes, ka shumë. Po këto janë më kryesore, domethënë që ndodhen.